Përshëndetje për gjithë juve shikues të nderuar, po ndiqni drejt për drejt edicionin orës 15 këto në të 7. Këtë mërkur më 5 mars u bën 27 vjet nga rënja e komandantit legjendar Adem Jasharit, familjes së tij dhe jasharëve të tjerë. E po në këtë ditë në kazermën që mban emrin e komandantit, ushtarët e forcës dhe sigurisë së Kosovës kënduan për të dhe të rënët e tjerë. Në zemrën e ushtrisë jehon zëri për prisin e lirisë. Në kazermën që mban emrin e tij, ushtarët e forcës kënduan për komandantin legjendar Adem Jasharin. Kështu nisi ceremonia për shënimin e epopesë së UÇK-s këtë 5 mars. Fillimisht, komandantja supreme e ushtrisë bëri parakalimin solemn. E të parës së shtetit, Vjosa Osmanit, do t'i bashkohej Rifat Jashari, e të dy krah do t'i kishin edhe kryeministrin Albin Kurtin e kryekuvendarin Glauk Konjufcen. Pas intonimit të himneve, fjalët e para për sakrificën e dëshmorëve i tha presidentja. Në këtë muaj kujtojmë epopejën e lavdishme të luftës së UÇK-s, përkullen me respekt para dëshmorëve të kombit, kujtojmë martirët e rënë në masakra dhe nderojmë heronjt që dhanë gjithçka për Kosovën e lirë. Siguria e Kosovës dhe përparimi i FSK-s ishin në qendër të fjalës së kryeministrit. Së fundmi kemi shtruar infrastrukturën ligjore për themelimin e industrisë së mbrojtjes në fabrikën për prodhimin e municioneve dhe të dronëve tonë made in Kosova. Ceremonia do të vazhdonte me paraqitjen e drillit të epopesë nga togu ceremonial. E kjo do të mbyllej me betimin e fortë të ushtarëve që me zë të lartë përsëritnin motot e tyre. Si në çdo përvjetor edhe këtë herë prekazi u mbush me vizitor. Përveç qytetarëve, prezant ishin edhe disa nga liderët e vendit. Këta bën homazhe paravarreve dhe përcollën disa mesazhe. Familja Jashari u flijua që këta të kenë fatin të vinë në jetë. Prandaj fëmijët e shkollave fillore kanë këtë porosi në ditën e parë të epopesë së UÇK-s. Ne fëmijët e Kosovës një mesazh për botën kemi, të ruajmë paqen dhe qetësinë, të punojmë për ardhmërinë. Përveç flamujve shtetërore kombëtare në tokë, simbolet të cilat i mbrojtën deri në fund u pan edhe në ajër. Kjo përmes një organizimi të shëtitjeve me paraglide mbi qiellin në kompleksin memorial në Prekaz. Në këtë 27 vjetor të rënjes heroike të kësaj familje, u mbajt edhe parakalimi i motorklubeve. Me mbishkrimet faleminderit UÇK, thonë se kjo është dita më e rëndësishme për ta. Faktikisht është ajo datë që sublimon çdo gjë që kemi arrit deri më sot. Pra, rënja komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari është mobilizimi popullor që ka mbledh shqiptarët në 6 vilajetet. Prezent në këtë ditë ishte edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi, që erdhi shoqëruar me anëtarë të tjerë dhe kryetari në komunës së Skënderajt Fadel Nura. Është momenti kur sakrifica e jashtëzakonshme dhe e paparë në historinë botërore u bë kushtrimi për popullin e Kosovës. Nuk mungoi as lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Vërtet është historia jonë këtu. Është porosia jone e përjetshme për liri, dhe liria vërtet meriton çdo sakrificë. Do të kujdesemi që ta ruajmë lirinë. Organizimet për epopejën e ushtrisë qërimtare të Kosovës do të vazhdojnë edhe të enjtën dhe të premten. E këtë mërkur e pranishme në Prekaz bashkë me të bijat ishte edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila tha se kjo datë është testament i qëndresës së popullit. Rënja e familjes Jashari u përkujtua edhe në një mbledhje solemne të qeverisë. Kryeministri Albin Kurti tha se emrat e Jasharëve dhe të tjerëve që prehen me ta në Prekaz janë emrat absolut të lirisë. Kurti foli edhe për ruajtjen e atij ritmi të bërjes së historisë, gjë që sipas tij Kosova e bëri gjatë këtyre 4 viteve sa partia e tij qeverisi vendin.
Ngjarje të tillë nuk është vetëm emri për ato 3 ditë, po për tërë kohën liridashëse e shtetformuese që i qëndron besnike kundër të çlirimtar të shpallur me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. Çdo këmbë i ka vendet e tij të shejt që bëhen data historike. Nëse një popull dhe qeveria e tij ndjekin udhën e përcaktuar sipas këtyre vendeve të shejt, atëherë historia e këtyre shtetërore është në përputhje e koherencë me historinë kombëtare. Prekazi si monument i vullnetit për liri përbën një nga realizimet tona më të rëndësishme. Ky monument prezanton gurthemelin e çlirimit vendit tonë dhe shembullin botëror të flijimit për liri. Me përgjegjësinë e plotë kemi punuar që projekti i ruajtjes dhe prezantimit të kujtesës së familjes Jashari dhe prekazit historik në kompleksin memorial të realizohet me profesionalizëm e nivel të lartë shkencor e artistik. Projekti i masterplanit për kompleksin memorial Adem Jashari Prekaz po hartohet tashmë nga një ekip ekspertësh ndërkombëtar me përvojë shumë dekadëshe dhe ne si qeveri nuk do të kursejmë asgjë për të ndërtuar një kompleks memorial të rëndësishëm ndërkombëtarisht i cili kujtimin për veprën heroike të familjes Jashari do ta shndërroj në përjetësi. E eshtra që dyshohet se i takojnë pikërisht luftës së fundit u gjetën sot gjatë gërmimeve në fshatin Obranç të Podujevës. Kjo u bë e ditur përmes një njoftimi nga Komisioni Qeveritar për persona të zhdukur, i cili në bashkëpunim me Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe Policinë e Kosovës kanë hasur në këto eshtra. Aktualisht eshtrat e gjetura janë duke ekzaminuar nga ekspertët e IML-s me qëllim të identifikimit të saktë. Këto gërmime u realizua në bazë të informacionit që qytetarët kishin ndarë në fund të muajit janar. Policia e Kosovës po merret edhe me 2 raste të 2 personave që janë zhdukur tash e sa ditë. Një vajzë në Fushë Kosovë, sipas nënës së saj, është larguar nga shtëpia me 25 shkurt të këtij viti dhe nuk dihet asgjë për vendodhjen e saj. Gjithashtu edhe një djalë në Prishtinë është larguar nga shtëpia me 22 shkurt të këtij viti dhe nuk dihet asgjë për vendodhjen e tij. Rastet janë duke u hetuar nga njësitë policore. Ndërsa në qendrën e numrimit dhe të rezultateve, po vazhdo numrimi i votave me kusht dhe i atyre personave me aftësi të kufizuara. Nga Komisioni Qendror Zgjedhor tregojnë se edhe sa ka mbet deri në numrimin total të votave. Së sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve planifikon që të përmbyll procesin e numërimit të votave me kusht dhe të votave të personave me nevoja të veçanta dhe në këtë mënyrë pra të përmbyll të gjithë procesin e numërimit të fletvotimeve që i takojnë zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat janë mbajtur me datë 9 shkurt. Në bazë të procedurave, siç parashihet me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, pas përfundimit të procesit të numërimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të të kalojë afati prej 48 orësh, sepse kështu parashihet në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, pra ky afat është i përcaktuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe u jep mundësi palëve, subjekteve politike të paraqesin ankesat e tyre lidhur me administrimin e numërimit që është zhvilluar në QNR. Është mbyllur përkohësisht një pjesë e autostradës Ibrahim Rugova. Kjo pasi si pasojë rrëshqitjes së dheut në segmentin e 27 në mes të Prizrenit dhe Suharekës. Kanë kaluar disa orë prej kur nesën përpjekjet. Pas bardita, inspektorët e mirëmbajtjes hasën në një problem në autostradën Ibrahim Rugova dhe u rrëshqitje bllokoi të 3 kursit e rrugës. Rreth orës 3:15 mëngjesin e së mërkurës, segmenti 27 i autostradës Ibrahim Rugova u bllokua për shkak të shembjes së dheut. Por me njëherë u morën masat e nevojshme që rruga që të shpihen nga Prizreni në Prishtinë të mbyllej. Krejt situatën po e vazhganin edhe zyrtarët policor të cilët u angazhuan nga orët e para. E kompania që është kontraktuar për mirëmbajtjen e autostradave po bënin përpjekjet maksimale për largimin e dheut.
Kur kaluan 8 orë prej kur nisën intervenimin, pothuajse gjysma e rrugës u lirua. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues së Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor e Infrastrukturës. Ata ndan detaje rreth kësaj dukurie që s'po ndodh për herë të parë. Kompania mbikëqyrëse ka qenë këtu, që në gjara ka ndodhur dikon rreth orës 3:10-3:15. Në atë kohë është alarmuar edhe kompania dhe ka qenë për 10 minuta ka qenë prezent, pastaj edhe policia të kohën, me mëngjes jemi të informuar, edhe jemi mobilizuar ekipe të tëra që të bëjmë intervenimin të domosdoshëm. Me që ky është një problem që ndodh shpesh këtu, Fika tregoi planet që kanë. Është një projekti që për këtë vit në plan, edhe në buxhetor është aprovuar në buxhet, që e tërë autouda Ibrahim Rugova të komplet Skarpatet, të analizohet të intervenon në të gjitha ato pjesë në të cilat është domosdoshme për intervenim. Lirimi i segmentit 27 pritet të bëhet gjatë së mërkurës, me që sasia e dheut është shumë e madhe. Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të orës 15, të rejat e fundit, vazhdimisht në Korali, i gjeni edhe në portalin Gazeta Express.com. Unë ju falendroj për vëmendje, miru pafshim.